Jemi rikthyer dhe tashmë kam këtu profesorin Satki Ismaili, me të cilin do të flasim, siç thash, për rrugtimin e tij, për jetën pas pensionit, por gjithashtu edhe për arsimin dikur dhe për arsimin sot. Përshëndetje, mirë se erdhët. Shumë faleminderit dhe kënaqësi t'ju kemi këtu. Është kënaqësi të jem në emisionin tuaj. Shumë faleminderit. Profesor, arsimtar, t'ju drejtohem kështu. Më thoni pak si duket pas shumë vitesh në arsim, më shumë se 40 vite në arsim. Si duket sot jeta juaj kur nuk dëgjoni edhe zilën e shkollës, pa zilën e shkollës? Po vërtet është, zila e shkollës, zëri i nxënësve na mungon. Është pak vështirë periudha e adaptimit pas do të thotë në pensionim, 2-3 muajt e parë ku do të thotë të mungojnë nxënësit, lëvizja e nxënësve, zëri i tyre, lëvizjet, mësimi, klasat mungon, kolegët e kështu me radhë. Mirë po, duhet të gjithë të bindemi në atë se shiqyr që përjetojmë edhe këtë pjesë periudhë të kohës si pensionist. Mirë po, mundohem që asesi që mos i ndërpres aktivitetet atje ku mundet të kontribuoj për çështje arsimore, edhe për aktivitete tjera. Vazhdimisht do të thotë, mundohem të jem aktiv edhe këtë pjesë të jetës. Shumë e vërtet, në fakt ju jeni ende i angazhuar, ende jeni aktiv. Megjithatë, cila do të thonit se është pjesa e ditës, nëse e marrim ditën tuaj tashmë, dhe sigurisht ju një pjesë të madhe të ditës e keni kaluar në klasë. Cila është pjesa më e rëndësishme që ju mungon më së shumti nga ditët? Vërtet është çështja mëngjes, do thotë, derisa 40 vite mësohesh që të shkojsh në punë, të punojsh me nxënësit e kështu me radhë, do thotë kjo pjesë është pak më e vështirë. Mirë, po jam munduar që atë pjesë më tepër t'i përkushtojmë pakës natyrës, për kujdesjes, bie fjalë në oborin tim të shtëpisë, da në natyrë, pakës, do thotë ecim, po asesi nuk dorëzojmë në aspektin edhe për çështje arsimore. Merrem tani mjaft kohë brenda ditës, po se po, do thotë me çështje hulumtime për çështje arsimore, lëvizje, ndryshimet në arsim, dukuritë e kështu me radhë. Jam i kiqur edhe si profesionist në grup pune për çështje arsimore e kështu me radhë, çështje trajnimesh e kështu me radhë. Nuk dorëzohemi deri në momentin që mundemi të kontribuojmë për çështje arsimore. Shumë e vërtet, në fakt, dhe po ju shohim që jeni shumë i angazhuar dhe nuk dorëzoni, kontributi juaj veç më është treguar, po vazhdoni ende të jepni atë kontributin tuaj dhe në fakt jeni edhe një shembull i asaj që thuhet që njeriu gjatë gjithë kohës mëson. Pra me mësimet nuk ka asnjëherë fund. Gjatë gjithë kohës duhet të jemi aktiv dhe duhet të mësojmë gjëra të reja. Ndodh kjo edhe për ju që çdo ditë ende vazhdoni të mësoni gjëra të reja. Si student, do thotë me përfundimin e shkollimit, gjithmonë mendoja në fillim se përfundoi, do thotë, të mësuarit tim. Jo. Do thotë mësimi të çdo person, sidomos në një mësimdhënës, është mësimi i përjetshëm. Këtë dukuri dhe këtë fenomen të gjithë duhet ta pranojmë. Duhet të mësojmë tërë jetën. Jeta ndryshon, ka ndryshime, ka gjëra të cilat edhe ne duhet të adaptohemi në ata. Prandaj jam munduar që vazhdimisht të mësoj edhe unë. Nuk e kam ndërprer të mësuarit. Pikërisht edhe ajo më ka mbajtur që atë shëndetin themi edhe mental në këtë periudhë që jam i fortë në atë aspekt se vazhdimisht po lexoj për çështje arsimore më tepër. Do thotë që asesi do thotë nuk dua të dorëzohem. Pikërisht kjo është edhe si një porosi për të gjithë personat, sidomos për ne pensionistët, të cilët më veç po shijojmë mjaft momente edhe të mira, që nuk duhet personi të dorëzohet me atë se ja unë e kryeta mësimin, arsimin tim deri në një periudhë të caktuar do të dorëzohem. Jo, vazhdimisht duhet të mësojmë. Bota është e tillë që vazhdimisht po ka ndryshime. Ndryshimet janë në çështje shoqërore, në shoqëri, ndryshimet janë në teknologji, ndryshimet janë në arsim, edhe shumë aspekte tjera. Pikërisht kjo qasje duhet neve të na mundëson që të adaptohemi, të përballohemi sfidave të ndryshme në shoqëri dhe një jetë. Shumë e vërtet, në fakt, kjo që thatë. Ka shumë njerëz të cilët pas pensionimit thonë tashmë do e shijoj jetën, nuk do merrem më me asgjë, po siç duket, pjesa juaj, kjo jeta që po e shijoni është pikërisht kjo që ende vazhdoni të merreni me çështjet e arsimit. Pikërisht kjo, unë jam i bindur në veten time se shihimi më i madh i jetës është puna për çështje arsimore, do thotë. Nuk mund të qëndroj anësh vetëm me aktivitetet tjera, themi të shijoj, do thotë kënaqësi, relaksimin e kështu me radhë, po edhe ato asesi nuk i largojmë. Mirë, po për pa çështje arsimore atë kam ushqim ditore të tregoj. Po ndjeki vazhdimisht çfarë ndodhin, do thotë rrethanat, sidomos arsimore në nivel global, ndryshimet e teknologjisë, përdorimet, teknologjia, do thotë çështje inteligjencë artificiale, si do thotë qasja si është në shoqëri, si është në arsim, ku janë sfidat, ku janë mangësitë, ku
bëjnë keq përdorimet në nivelet e ndryshme të arsimit e kështu me radhë. Dhe pikërisht për këto çështje mundohem që të jap kontributin tim, aq sa mundem. Në fakt është një gjë edhe shumë interesante, sepse të gjithë ju njohin dhe ju njohim edhe ne si një mësues që edhe pse në pensionim jeni shumë, le të themi, shumë i kyçur në pjesën e digitalizimit, sepse digitalizimi erdhi pas një periudhe. Ju kur keni mësuar, kur keni filluar sigurisht me mësimdhënien, ka qenë shumë ndryshe se tash. Mirë, po ju megjithatë jeni shumë i fokusuar edhe shumë i kyçur në pjesën e digitalizimit. E keni arritur ta kapni me njërat këtë ardhjen e re, le të themi, teknologjitë e reja. Do thotë si mësimdhënës kam qenë i matematikës. Do thotë mirë, po dikun lexova nga vitet 85 se personat të cilët ka teknologji nuk do ta njohin në shekullin 21, do thotë pas vitit 2000, do të konsiderohen si analfabet digital. Edhe unë do thotë ju kisha, do thotë krye sfidave të digitalizimit dhe po përfundova edhe arsim, do thotë fakultetin edhe teknologjisë, do thotë inxhinier informatike edhe master studimet të shkencave kompjuterike, pikërisht për çështje arsimore më tepër, që të mundet ta përdori digitalizimin dhe teknologjinë në procesin e mësimdhënies, që të mundem të zhvilloj shkathësi edhe të nxënësit, se sfidat me çështjen e përdorimin e teknologjisë janë edhe sot e kësaj dite. Mirë, po jam munduar gjithmonë që të jem i tillë që jo të mbjelli dashuri për teknologjinë dhe them se teknologjia është diçka që e zavendëson mësimdhënësin. Jo. Teknologjia është një krah i djathtë, themi një mësimdhënësit. Ndihmon punën, lehtëson punën. Do thotë ndihmon për përgatitjen, planifikimet, programet e kështu me radhë, por edhe për çështjen e asaj që duhet ta përcjellësh të nxënësit. Edhe zhvillimin e shkallësive digjitale të nxënësve, kompetenca digjitale, themi një ndihmë për krahje e tyre për përgatitje për tregun e punës, për jetë e kështu me radhë. Sidomos nuk dorëzon në aspektin e asaj që vazhdimisht jam munduar që të ndjeki se ç'ndodhen, jo vetëm te ne, se po qëse ndiqsha se ç'ndodhen me teknologjinë vetëm te ne, do të ngecesha shumë bat, do të mbetesha. Mirë, po jam munduar në nivel global të shoh. Do thotë cilat janë ato sfidat, cilat janë përparësitë dhe kam pasur ato se çka mund të përdorim ne në vendin tonë, diçka të tillë, dhe jam munduar që sidomos në aspektin jo vetëm çështjes së teknologjisë në arsim, po edhe aspektin tjetër didaktik, pedagogjik e kështu me radhë, çështjen e psikologjisë, çështjen e njohjes së psikologjisë fëminore, ajo që është shumë e rëndësishme, që të di se si sillesh me një nxënës, të cilët janë me karaktere të ndryshme, si ta përcjellësh një dituri të ta. Po jo nuk o përcjellja vetëm të memorojnë dituritë e një nxënës, po ai ka dëshirë që diçka që ta mësojsh, ta përgatitesh, ai të bën diçka. Ti të jesh një mbikëqyrës, ti jesh një facilitator, ti jesh një mentor për një nxënës, ti jesh ai që do ta përkrahesh edhe në sfidat më të vështira, por jo vetëm një nxënës. Të gjitha nxënësit janë të barabartë, nxënësit kanë një gjithë përfshirje në arsim. Secili nxënës vjen të mësoj. Asë si të bëjmë një diskriminim, jam munduar që gjatë periudhës sime, profesionit tim, që të ndihmoj secilin nxënës. Nuk është e thënë secili të dije mirë matematikën në nivelet sipas taksonomisë së Bloomit në të gjitha nivelet. Mirë, po secili të mësojë diçka, të ecë përpara, të përparoj. Mua më kujtohet një fjali, kam qenë në disa vende të Evropës për çështje arsimit, një fjali e cila shumë la përshtypje në Angli, bie fjalë në shkolla, po e përdorshin shumë të nxënësit, you can do it, do thotë mund ta bësh këtë. Gjithmonë një fjali motivuese nxënësit, që mund ta bësh, të arrish një sukses. Pikërisht kjo më ka ndihmuar mua që edhe të këto ditë është shumë kënaqësi e madhe kur brenda ditës, rrugës, takoj nxënës, prindë kështu me radhë, kur të afrohen, përshëndetin, përqafojnë, edhe të thotë të kthejnë një periudhë pas të thua ja ka vlet që të rkohen ai përkushtim për nxënësit në arsim, edhe të tjerë. E keni marrë, le të themi, edhe atë mesazhin ose feedbackun të personave, të nxënësve të cilët e keni pasur. E merrni atë dashurinë, sot e merrni atë dashurinë që shpesh besoni në situata të ndryshme kur se periudhat janë të gjata kohore, pa themi 40 vite, mbi 40 vite në arsim e kështu me radhë, persona të cilët veç më kanë ndryshuar pamjen fizike dhe mirë, po ato nuk të harrojnë kur. Afrohen dhe ta thonë një fjali mjaft të mirë, rëndëqese, që të le përshtypje se para atë them, çdo mësimdhënës është me rëndësi buzëqeshjen ta ketë para nxënësve, pikë së pari, të secili nxënës. Gjithmonë të mundohet të tregon një fjali të mirë, një përkrahje. Nxënësi, po qëse po ja thua një fjalë fyese, ai cilën do fjalë do ta mban mend.
Po më mirë ta thuash një fjalë të mirë dhe ti jesh i bindur se ai do ta mban mend dhe atë do ta jep një feedback mbas një kohe, do thotë ku është kënaqësi, të jep një themi ta plotëson shpirtin edhe në këtë kohë pensionimit ju tregoj të vërtetën se një fjali e tillë, një fjalë e thënë, besoni se të motivon shumë më tepër për jetë të tjerë. Shumë e vërtet në fakt dhe unë dua t'ju tregoj edhe një fakt tjetër që në kohën kur e lajmërova, domethënë emisionin, në momentin që e lajmërova emisionin që do ju kemi ju pikërisht në emision, më kanë shkruar disa persona dhe më kanë thënë që e ke mësuesin më të mirë që ekziston në vendin tonë, edhe dje teksa bisedonim edhe me disa kolegë, me disa miq, me një mik e timen që në fakt edhe ju e njihni, më ka thënë që është, domethënë nuk ka si ai, është një person i pazëvendësueshëm dhe me të vërtet ka marrë shumë mesazhe të cilët më kanë shkruar nga ish student tuaj, gjithashtu edhe nga kolegë tuaj, që më kanë thënë se me të vërtet e meriton që të dalë edhe ti jepet një profil, le të themi pak a shumë, kështu që unë pra desha që sot flasim për te asaj që ju gjithmonë flisni kur ngrini zërin për arsimin, po të flasim pikërisht edhe për këto momente të bukura. I mirë se brenda ditës ka shumë do thotë komunikime që kam me persona të cilët do një kërkojnë, do një sugjerim, do një përkrahje e kështu me radhë. Nuk ka gjasa që unë mos jap sugjerimet e mia, udhëzimet, do një material të duhur që të udhëzues e kështu me radhë pikërisht për atë që të ndihmojmë. Qoftë është mësimdhënës, qoftë janë bashkëpunëtor profesional, a janë drejtor shkollës e kështu me radhë, a janë nxënës, a janë student, gjithmonë sugjerimet të cilat i ndihmojmë, të bëjmë një përkrahje në sfidat të cilët ballafaqohen, por jo bëjmë keq përdorim asesi, asaj largohemi. Pikërisht gjithmonë po u them unë, dyert e hapura atë unë janë gjithmonë. Duhet të ndihmojmë njëri tjetrin. Kjo është një kënaqësi e madhe kur edhe pastaj po të kthehen me shumë mirësi. Mirësia më e madhe është kur dëgjosh edhe nga ju këto fjalë të mira që janë përsjellë. Sigurisht edhe mendoj që të gjithë nxënësit, studentët ka qenë shumë e fat që në fakt kanë pasur një mësues si ju. Një gjë që mua më ka lënë shumë përshtypje, në një intervistë ju keni thënë që nuk ka nxënës të këqij, ka mësues të papërgatitur dhe në fakt është një fjali që vërtet tregon shumë sepse ju zakonisht profesorët ose mësuesit e matematikës nuk janë, le të themi, shumë të preferuar nga nxënësit, duke qenë se ka shumë pak nxënës që e duan matematikën. Megjithatë, ju keni arrit që të keni dashurinë e të gjithë nxënësve. Domethënë, të gjithë nxënësit tregojnë, ish nxënësit e tu tregojnë që mezi kanë prit klasën apo orën e mësimit të matematikës. E vërtetë është, do thotë, unë atë që e them që atë që e kam përjetuar, do thotë 40 vite, mbi 40 vitet në arsim, puna ime, përkushtimi e kështu me radhë, po unë nuk e kam patur një punë që vetë kam kryer aktivitetet e kështu me radhë. Aktivitetet kryen bashkërisht me kolegët, aktivitetet kryen bashkërisht me struktura tjera institucionale, aktivitetet kryen bashkërisht me nxënësit. Në qendër të krejt aktiviteteve është nxënësi pikërisht. Ai është ai që vjen në shkollë dhe mëson. Jemi që ti menaxhojmë disa punë e kështu me radhë. Pikërisht ne, një mësimdhënës kur e kam thënë atë fjalinë e komplekse, ka me mia, do thotë shikime ka patur edhe pjesa dërmuese kanë qenë, do thotë përkrahase, do thotë, mund të them mbi 99%. Po e vërtetë është ajo që nuk duam asesi të nënçmojmë, ti përbuzim mësimdhënës, unë vetë jam mësimdhënës, unë jam krah gjithmonë i mësimdhënësve. Mirë, po duhet ta kemi diçka parasysh. Nuk duhet të fajsohet nxënësi. Nxënësi është ai që është, do thotë, ndoshta ndonjëherë edhe si viktime shumë rrethanave. Nuk ka nxënës të keq. Ai është fëmijë. Ai është një produkt i asaj se si veprohet në familje me atë, si veprohet në shoqëri me atë, si veprohet në sistemi arsimor me atë. Pikërisht kjo është në shkencat sociale po njihen këto, do thotë, sistemet, mikrosistemi, mezosistemi dhe makrosistemi ku ai fëmijë, do thotë, qëndron në mes të krejt, në membranën e krejt këtyre, themi, shtresave. Pikërisht, si thuhet, do ta fajsosh një fëmijë i cili familja të ankohën është ai që duhet përkujdeset për atë, ta këshillon, si të vepron me shok-shoqe, si të vepron në shoqëri, si të vepron në rrugë, si të vepron në klasë, çka duhet të mëson, si të orientohet, sjelljet e kështu me radhë. Po faji tjetër është edhe në shkollat, te mësimdhënësi. Mësimdhënësi është ai që nuk është në profesioni i tillë vetëm profesionalisht ja mësojnë lëndën, ta përcjelli, do thotë, konceptet matematik, bie fjala e kështu me radhë. Do thotë mbi të gjitha është edukata. Ta mësojsh me atë se edhe si duhet të sillet në klasë, si duhet
të ballafaqimi me sfidat matematik bie fjala. Fjalit më të mira janë ato që kur kyçesh edhe në orën mësimore, në një buzëqeshje ku i thua se këtë që mësojmë sot nuk është e vështirë. Do të bindni për këtë. Mirë, po paraprakisht, diçka e tillë është e vështirë për mësimdhënësin. Pse? Duhet ndonjë një përgatitje paraprake. 2-3 orë brenda ditës nëse nuk ke një përkushtim jashtë shkollës për atë se çka duhet ta zhvillosh në klasë, ajo është diçka që nuk mund të kesh sukses. Pikërisht ajo që të përgatitesh për themi metodologjinë e punës, resurset, burimet çka do të përdorish, teknologjinë sa do ta përdorish, aktivitetet që duhet t'i bëjnë nxënësit, pse mjete mësimore kështu me radhë. Pikërisht kjo ndikon se ndonjëherë po ta përdorim edhe atë fjali se nuk ka nxënës të këqij, po ka mësimdhënës të papërgatitur. Nuk është të thotë mësimdhënësi ai që vetëm ky hyn në klasë, edhe duhet ta shpjegon, vetëm ta plotson një dras me të dhëna, po është ai i cili duhet të mbjell dashurinë ndaj lëndës që e ligjeron, të mbjell një dashuri ndaj në aspektit të ballafaqimit me shokët në klasë, ballafaqimeve tjera kështu me radhë, në sfidat e jetës reale, si do ta përdor atë lëndën mësimore për çështje jetës reale. Ky e ka bërë që unë matematikën do thotë e kam gjithmonë jam munduar me shembull nga jeta reale, me atë që ballafaqohen për ditë, por sfidat janë mirë, po kënaqësia më e madhe është kur shpesh herë në anketa nxënësit si lëndë më të preferuar po e kanë zgjedhur matematikën. Edhe shumë nxënës kam të se janë sot profesor matematike, është kënaqësi. Po. Kjo është një vlerësim shumë i madh në fakt edhe që merret, sepse dua të ndalem pak edhe tek pjesa e vlerësimit, le të themi institucional, që nuk jepet për mësimdhënësit, të paktën në këndvështrimin tim, po besoj edhe dakordoni edhe ju dhe të gjithë, që mësimdhënësit në vendin tonë nuk vlerësohen sa duhet në aspektin, le të themi, të pagave, të motivimit. Motivimi është diçka shumë e rëndësishme, po edhe shpesh po e bisedoj me kolegët, me persona tjerë të cilët nuk janë direkt të kyçur në arsim dhe çështje arsimore. Motivimi i një mësimdhënësit nuk është vetëm themi pagë. Ai që zgjedh një profesion të tillë, do thotë e din se dihet çfarë standardi mund të ketë edhe plotësimi i nevojave kështu me radhë. Pikërisht është ajo që motivim për mësimdhënësit është edhe një fjalë e mirë. Motivim për nxënësin është kur për mësimdhënësin është kur do ta dëgjosh nga prindi një fjalë të mirë. Do ta dëgjosh nga nxënësi një fjalë të mirë. Po edhe nga sistemi arsimor i cili pakës përkushtohet më tepër në profesionalizmin edhe mirëqenien e mësimdhënësve. Vje fjala ka, themi motivime të natyrave të ndryshme ku ekzistojnë tani, vje fjala për çështjen e zhvillimit profesional, vje fjala titullit mësimdhënës mentor, ku i kam takuar edhe unë kësaj kategorie, ku ka do thot pak pagesa më ndryshe, mirë po ka edhe shumë angazhime të ndryshme. Mirë po, çështjet janë edhe politikave të dështuara arsimore. Duhet të themi realitetin, pikërisht unë si mësimdhënës jam ai që jam, po gjithmonë po e them edhe realitetin se po hulumtojmë me të dhëna, me statistika e kështu me radhë. Një standard i tillë po flet se mësimdhënësit do thotë çështjen e pagave kanë të vogël. Mirë po, politizimi po e ka bërë të vetën. Ja po e shohim kohë të fundit se në Republikën e Maqedonisë së Veriut do thotë mbi 2000 mësimdhënës janë të pritës, do thotë të punësuar, çështje politikave dhe themi të strategjive arsimore, të cilët nuk janë të para si duhet, e tani është themi mëkat që të lësh 2000 persona jashtë bankave shkollore, jashtë klase. Mirë po ç'është më rëndësi? Është më rëndësi se do të patur parasysh se numri i nxënësve po bie në nivel shtetëror. Vetëm vitin e kaluar do thotë numri i nxënësve në arsim fillor ka rënë për 3.6%. Por ky numër çka flet? Ky numër flet se zvoglimin edhe të nxënësve, zvoglimi i paraleleve, numri i mësimdhënësve rritet. Kjo do thotë se çështja e buxhetit për çështjen edhe pagave do thotë nuk mund të mbulohet. Pikërisht është një mirë që është një mbreslënse, sidomos për mësimdhënësit e ri, të cilët tani edhe të tjerë, të cilët vetë janë të punësuar edhe po e kanë atë frikë, atë stres, themi, dhe se mos mbeten pa vende pune. Pikërisht unë jam i kiqur, po tregova edhe në grupe pune për çështje të tilla, sidomos për mësimin tërditor edhe për programet e zgjeruara ku ka të bën pikërisht për strategji të tilla ku ketë në shkolla qëndrime tërditor të nxënësve, programe të zgjeruara ku aktivitetet do të jenë pak më ndryshe, ku numri i mësimdhënësve të cilët do të kyçen fondi orëve rritet, që mos mbeten pa punë, tash disa gjëra nuk gjehet unë ti tregoj gjithë atë shpalos se jam në grup pune ku
mundohemi që maksimalisht edhe unë me propozimet e mia që i jap me sugjerimet, aq sa mundemi që gjithmonë të ndihmojnë që pikërisht që nxënësit të ndihmohemi. Kjo nuk bëhet për çështje të ndihmojmë vetëm mësimdhënësit që mund mbeten pa orë, pa paga kështu me radhë. Kjo bëhet për çështje se shumë familje kanë nevojë për fëmijë të qëndrojnë në qëndrim tërditor në shkolla, për aktivitete më mirë në shkollë të qëndroje një kohë më të gjatë, një periudhë sa të qëndrojë rrugës. Pikërisht kjo është me rëndësi që këto politika veç po do t'japin rezultate, veç më janë diku në Maqedoni të 145 shkolla ku kanë, do thot, programe të tilla të punës, tani do të ketë edhe diçka, edhe rrisime shkolla të tjera, pikërisht ku do të shohim se do të jenë më të kënaqur edhe nxënësit, edhe prindët, familjet, edhe mësimdhënësit e kështu me radhë. Duam s'duam, përkushtimi duhet të jetë më i madh nga të gjithë, që ai produkt të jetë i duhur i nxënësit, që mos shohim atë që po e shohim për fat të keq në shumë ditë, do të thotë pasojat të cilat të janë. Shumë e vërtetë. Dhe në fakt ju vazhdoni ta keni këtë përkushtim dhe dua t'ju pyes çfarë ju ka mbajtur të motivuar përveç asaj pjesës sigurisht që ju merrni mesazhe të shumta nga ish-nxënësit, nga prindërit, por çfarë ju ka mbajtur të motivuar edhe në momentet ku sistemi arsimor pothuajse ka rënë poshtë le të themi në vendin tonë dhe ju jeni ende i motivuar për ta ngritur zërin, për t'i bërë ato ndryshimet që dëshironi që t'i bëni, edhe pse ndonjëherë ankesat ose le të themi ai zëri i ngritur shkon në vesh të shurdhër. Ka edhe pasoja, po është e vërtetë, unë jam pjesëmarrës shumë edhe në konferenca ndërkombëtare, do të jam përfaqësues, do thotë që kam kur shohësh se ç'ndodhen, do thotë në shumë vende të botës, ose si do thotë ku shkon arsimi përpara, çështja jo vetëm e teknologjisë, çështja edhe shumë gjëra tjera. Mirë po, atë kur kthehesh në vendin tënd, kur shikoj se ç'ndodhen me sistemin arsimor, që po mbetet ai i stërvjetruar ndonjëherë, sidomos në kohën e fundit, ne po e kemi çështjen e përdorimit të inteligjencës artificiale, ku inteligjenca artificiale mund të përdoret, po sa keq përdoret në Maqedoni. Do thotë unë veç po ato po bëj shumë hulumtime në asaj se ç'ndodhen, do thotë çka vërrejmë në Maqedoni, se sa përdoret inteligjenca artificiale në gjitha nivelet, në arsimin fillor më pak, po në arsimin e mesëm, në arsimin lart, keq përdoret shumë. Do thotë ne këto janë çështje statistikore, por ka edhe keq përdorim edhe të rriturit, e mësimdhënësit, keq përdorin edhe profesorët e kështu me radhë, për fat të keq jo gjithë, se ka edhe shumë që e përdorin mirë. Pse mos mirë përdoret? Pikërisht kjo është, nuk është vetëm një udhëzues të jepet për përdorimin dhe mos keq përdorimin e inteligjencës artificiale me një doracak udhëzues. Pikërisht duhet të jenë sfida të kohës, të permanente, në kontinuitet, çka bëjnë shtetet e tjera. Pikërisht unë brenda javës pak ngrita zërin për çështjen e provimeve të maturës që të bëhen, do thotë, ku po nëse shikojmë se ç'ndodhen në vendet evropiane dhe botërore të zhvilluara, ku sfidat me keq përdorime të inteligjencës artificiale edhe vegla të ndryshme, pajisjeve të ndryshme është shumë e madhe. Tash çka ndodhen te ne, ku keq përdorimet nuk janë vetëm të natyrës asaj se mos kenë celular në provime, mos ketë mos kopjandje. Po tani teknologjia shkon për shembull në atë që paramendoni edhe në syzat inteligjente, të cilat syzat të rokit, do t'i përmendim tash, të cilat me një shikim bëjnë skenimin e testeve, pyetjeve dhe me njëherë në mënyrë automatike para syve po i del përgjigje e kështu me radhë. A jemi të përgatitur për këto sfida? Jo, pikërisht ne po e ngrim zërin të ndihmojmë, ase si të kundërshtojmë edhe të themi të akuzojmë politikat e kështu me radhë. Jo, ne jemi profesionistë në çështje arsimore, duam të ndihmojmë. Mirë po, ndonjëherë edhe kritikat, të cilat ne po i bëjmë e tjerët, kanë edhe pasoja. Unë nuk dua t'i përmendin në emision se cilët janë pasoja, nëse ti përkushtohesh mbi 40 vite edhe në shosh në aspektin pakës familjar, të mbeten fëmijët për çështje të tilla të papunësuar, do thotë është diçka që është ende nuk kemi arrit në atë nivelin e duhur. Nuk kemi arritur nivelin e duhur, pikërisht për këtë. Mirë, por ne nuk dorëzohemi. Jeta nuk është edhe tepër e gjatë, jeta është e tillë që ne duhet të kontribuojmë, të jemi fëmijë të kënaqur, nxënësit të jenë të kënaqur, shoqëria të jetë e kënaqur, të dëgjojmë fjalë të mira, por në ditë do t'i lëmë
krejt këto gjëra dhe vetëm veprat të ti marrë me vetë. Pikërisht kjo është ajo që ne duhet të kontribuojmë në vazhdimsi ilmi. Derisa kemi njerëz të cilët duan të kontribuojnë, e kanë guximin për të vazhduar më para, kemi shpresa që do të rimëkëmbemi edhe si popull, do të rimëkëmbemi edhe me sistemin arsimor dhe me gjitha gjëra tjera, kështu që një falënderim publik në fakt për të gjithë kontributin që ju jepni, për të gjithë përkushtimin që e keni pas me vite, po vazhdoni që ta keni. Teksa flasim për digitalizimin, sigurisht ju thatë që veç më në momentin që keni parë se digitalizimi apo teknologjia po avancon, ju jeni kyçur pikërisht për të mos qenë prapa, jeni kyçur pikërisht për të vazhduar dhe për të studiuar edhe këto pjesë. Si e shihni këtë pjesën e digitalizimit? Kemi arrit deri diku në nivelin ku duhet, sepse ju e di që keni trajnuar edhe mësimdhënës të tjerë në përshkolla, po trajnues. Sipas asaj që keni parë, mendoni që kemi arrit deri diku në një farë lloj niveli? Kjo është në pyetje, shkaktësitë, kompetencat digitale, të nxënësit dhe të mësimdhënësit, e të rritur të janë. Mirë, po çka duhet? Aspekti udhëzues, se çka duhet përdoret, çka mund të keq përdoret, po çka mund të mirë përdoret. Pikërisht nisem në faktin se jam trajnuar si shumë trajnime, sidomos kohë të fundit për çështjen e digitalizimit dhe inteligjencës artificiale. Çka ka të keqë bie fjala ku ta përdorish platforma të ndryshme që janë me inteligjencën artificiale, jo vetëm ChatGPT-ja, nuk është do të thotë kemi shumë platforma arsimore, të cilat të ndihmojnë si mësimdhënës për përgatitje udhëzime për atë se jo vetëm të shkruar. Si ta realizosh një orë mësimore, një lëndë mësimore, një njësi mësimore, cilat vegla ti përdorish, cilat aplikacione mund t'i përdorish, çka mund të përdorë nxënësi e kështu me radhë, po jo të në kohën, dihet që janë të kufizuara disa gjëra. Çka ka të keqe nëse nxënësit në një themi cilën të lëndë mësimore. Ta udhëzosh me atë se të ketë, bie fjala në biologji, po mundet, të ketë një bim përpara, ta shikon, ta prek atë bimën, të dalën aty ta shikon. Po pse mos mësojnë çështjen e digitalizimit diçka të përkujdesjes, diçka nga informata në lidhje me atë e kështu me radhë, lëndët e tjera mësimore. A thua vallë, po ne shkrim leximin asë si nuk duhet ta anashkalojmë. Librin nuk guxojmë. Po çka tregojnë statistikat, ne tregojnë se nxënësit në Maqedoni, shive, ndodhen nga diçka që statistikat tregojnë se nxënësit e klasëve 4-5 brenda vitit lexojnë 4 deri 5 libra në vit. A paramendoni një nxënës si grup moshave të njëjta në Unionin Evropian në muaj lexon 4 deri 5 libra, 50 deri 60 libra në vit. A tha çështjen e digitalizimit, po e përdorin. Mirë, po kanë motivim edhe të lexojnë. Mirë, po ka edhe diçka të tillë. A thua vallë ne ku shkojmë tani në jetën e përditshme, sfidat, themi jetës. A thua vallë ne më vetëm shkojmë me lapsin në duar edhe po e përdorim. Shkojmë në treg, ai themi nxirë fletorën dhe mblidhi këto 25 artikuj që i kam. A thua vallë ku shkojmë diku. Pikërisht digitalizimi po e bën veten. Të ndihmon diçka, të jep mënyra të ndryshme. Ti nëse duash të bësh një dizajn edhe kësaj të studios tuaj këtu. Çka ka të keqe nëse të jep ti 15 mënyra të ndryshme për një kohë të shkurtë. Nëse do të kemi dizajnues të mirë, arkitektë të mirë, do kemi shkencëtarë kështu me radhë. Pikërisht ta mirë përdor. Ka mundësi, por për fat të keq, statistikat po tregojnë se në Maqedoni më tepër rinia, edhe të rriturit po, janë të orientuar në keq përdorimin e teknologjisë dhe inteligjencës artificiale. A për këtë duhet më tepër për çështjen e zhvillimit profesional, do të thotë katalogu i programeve për kompetencat profesionale, trajnime që duhet të mbahen, në të gjitha nivelet duhet të kyçen programe të tilla, të kyçen profesionistë që do të realizojnë edhe me udhëzues dhe punë praktike, një motivim dhe mentorim në kontinuitet. Shumë e vërtet, në fakt. Duhet të eci me kohën, por për të mbajtur pak a shumë edhe atë balancin. Profesor, do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, do të rikthehemi më pas, sepse kemi edhe një surprizë të vogël për ju. Shkëputemi për pak. Jemi rikthyer dhe vazhdoj të qëndroj këtu me profesor Satkiun, me të cilin flasim sigurisht për vitet e tij në arsim, por gjithashtu edhe për arsimin, sidomos duke u fokusuar edhe tek digitalizimi në sistemin arsimor. Profesor, unë tashmë, sepse ne her pas here bëjmë edhe disa surpriza të vogla këtu për mysafirët, megjithatë nuk desha që të ndalem shumë te këto surpriza për ta marrë gjithkohon, sepse kishim për të folur shumë gjëra pikërisht me ju, por siç e thash edhe më herët që më kanë shkruar shumë persona, të cilët
ju kam përshëndetur, kur e kam parë në momentin që kam shfaqur edhe lajmërimin që do t'ju kem në emision, dhe kanë thënë fjalë shumë të bukura. Gjithashtu mora edhe një tekst, një mesazh edhe nga një ish kolege e juaja, e cila është edhe mikja ime, është edhe kolegja ime, por do e lexoj tash dhe në fund do e kuptoni se kush është. Po e lexoj. Me profesor Satkiun kemi qenë kolegë në një kolegj privat për rreth 7 vite me radhë. Ishim një staf i ri në moshë, mbi 60 arsimtar, por ai dallohej si më i riu ndër ne në qasje dhe mendësi. Teknologjinë e zotronte më mirë se shumica jonë, njihte në detaje ligjet e arsimit, si dhe aplikonte metoda e teknika bashkëkohore të mësimdhënies. Ajo që më bënte më shumë përshtypje ishte raporti i tij me nxënësit. Në fillim pyesja veten, si është e mundur që një profesor matematike të jetë kaq i dashur për ta? Por sa po e njohja më afër, e kuptova. Profesor Satkiu nuk ishte nga ata profesor për të cilët 2+2 bëjnë gjithmonë 4, ndonjëherë bënin edhe 5, kur e kërkonte nevoja, sepse, siç thoshte ai, truri i fëmijës nuk është një enë që duhet mbushur, por një zjarr që duhet të ndizet. Lum ne që kemi një profesor të tillë, të rinj duhet ta shfrytëzojnë dhe ta vlerësojnë gjithmonë, ashtu siç bëj edhe unë dhe e konsultoj për gjithçka. Me mirënjohje të thellë, ish kolegja Xhemazi Erizvani. Është pak nervöz. Më emocionova me këto fjalë me Xhamazin që kemi qenë bashkërisht, kemi punuar në kolegj, do thotë, edhe po e ndjeki vazhdimisht, do thotë, punën e saj, përkushtimin e saj që gjithmonë japi një kuraj për të gjithë ne se kjo shoqëri, do thotë, në shumë aspekte, në shumë fusha ka, do thotë, personalitete të cilët po japin kontributin maksimal. Është kënaqësi të punoj shumë gjithmonë në profesionin tim, të tregoj mirë se asnjëherë nuk kam bën ndarje në moshë. Gjithmonë kam pasur bashkëpunim me grup mosha të ndryshme, kam qenë më i ri, kam bashkëpunuar me kolegë të cilët ndoshta në vite kanë qenë të moshuar, po mendja është e re, mundohet gjithmonë të jetë e re. Pikërisht jam munduar që të mësoj nga të rinjt, të japim diçka nga përvojat tona, po të bëmi edhe udhërrëfies për shumë sfidat në arsim. Po është kënaqësi që ka, do thotë, arsimi, edhe themi profesoresha si është Xhamazia që me këto fjali edhe ka emocionuar shumë, vetëm lotët me zi po i mbaj. Është kënaqësi me, do thotë, këto janë një burje, do thotë, për gjithë ne që e të tjerët që ky profesion nuk duhet të lëshohet. Ky profesion duhet të jetë një profesion i cili të jep ndoshta jo të ardha materiale të mëdha, mirë po të ardha shpirtërore, një pasuri shpirtërore të jep që është e pazavendësueshme. Nuk ka kënaqësi më të madhe ku të qarkullosh në shoqëri me persona, me nxënës, si ishte nxënës të tu që din të çmojnë punën mundin tënd. Ajo është ushqimi më i madh. Një fjali që ta thotë, asë si gjëra të cilat mendojmë se gjithmonë paraja bie. Jo. Motivim është një pjesë e motivimit, jo i vetmi motivim. Shumë e vërtetë. Kënaqësi shumë e madhe për këtë. Shumë e vërtetë, në fakt fjalë shumë të bukura sigurisht, edhe më tha edhe teksa sigurisht kur u takuam edhe me Xhamazien dhe tha që doja shumë që t'i shkruaj diçka, do e bëm bashk për ta bërë pikërisht edhe këtë surprizë. Siç thash, kishte edhe shumë të tjerë. Duke qenë se mendoj që po afrohemi dhe nga fundi, gjithmonë duket sikur ka shumë hapësirë, megjithatë mendoj që një emision nuk është asnjëri mjaftueshëm, besoj që shumë emisione duhet për të folur sigurisht për rrugtimin tuaj, për kontributin tuaj që keni dhënë në arsim, por që doja shumë shkurt ju kthej pak në kohë në ato ditët e para ku ju keni filluar si mësimdhënës. Cilat kanë qenë emocionet, momentet? Ishte kënaqësi, do thotë, ju që nuk i keni përjetuar, do thotë, kohën viteve, do thotë, 70-ta, do thotë, ku ishte kënaqësi të jesh nxënës. Ndoshta nuk kishim një veshje si ka nxënësit tani. Mirë, nuk kishim ndoshta atë ushqimin që ndoshta tani, po kishim një ushqim bio, kishim një ushqim ku, do thotë, me një turies po hanim gjithë familja, me një pjatë po hajshin të gjithë dhe shumë të lezetshme. Po kishim edhe shkolla të cilat shkojshim në shkollë me kënaqësinë më të madhe, jo do thotë si tani kushtet po janë, po hulumtimet po tregojnë se nxënësit nuk e ndjejnë vetë shkollën si një kënaqësi, siç e ndjenim ne. Shkojshim në shkollë ku me shok shoqe po kalonin momente të mira, po kishte diçka. Shkolla ndoshta nuk ishte një infrastrukturë bashkëkohore, ishte infrastrukturë e vjetruar. Mure ndoshta jo aq të rregulluara, mirë po fjalët që i dëgjonim nga mësimdhënësit ishin porosisht shumë të forta. Kishim mësimdhënës të cilët për kushtimin maksimal po i jepnin për ne. Do thotë,
unë i matematikës, shkencat i kam patur qef gjithmonë mirë, po ase si nuk kam kaluar gjuhën, nuk kam ishtë kënaqësi fjalët që po na i thonin, dhe thot mos i mëdhënësit, qoftë gjuhës dhe letërsisë shqipe, ku na motivonin. Pa mundur ishte brenda muajt më lexojmë nga 2-3 libra. Ajo që të mbjell dashurinë ndaj librit. Do të thotë shif, unë jam i matematikës, mirë, po të lexuarit kur nuk e kam të hek. Asnjëherë. Ai ishte motivim se po lexon, do të jesh më profesionalisht me shumë kompetence, do të thotë i përgatitur. Do të thotë ajo që në shkollë bënim aktivitete të cilat dilnim në natyrë, shijonim bukuritë e natyrës, po lagnim këmbët dhe duart me ujë dhe baltë, po shkonim në mal, po preknim, themi, bim dhe themi dhe gjallësa të ndryshme. Po ishte një kënaqësi ku dilshen shëtitje e kështu me radhë. Po kënaqësia më e madhe ishte bie fjala kur së bashku me mësimdhënësit dilnim në natyrë dhe po na udhëzonin për shumë sfidat e jetës. Ishte vështirë të vazhdoj shkollimin, mirë, po motivimet më të mëdha që na jepshin mësimdhënësit ishin që nuk duhet të dorëzohemi pavarësisht kushteve. Më mirë me një palë patike, themi, atletët e grisura, pantallonat e grisura, të shkosh të orientohesh se i kemi përjetuar. Këto nuk janë vetëm fjali që e themi, vetëm ne nuk jemi poetë të cilët po i themi se hajt vetëm të lexojnë një lexues, por themi atë që e kemi përjetuar. Një çantë ku presësh vllaun të vijë nga shkolla, të ta jap çantën ta ndroj. Një fletore të grisur, fleta të cilët njërën pjesë e shfrytëzosh për një lëndë, pjesën tjetër. Mirë, po ishte kënaqësi që të shkruash një 2-3 vargje poezi, të shkruash e kështu me radhë, një tregim vetë, është një themi, një diçka që e prodhon trurit, diçka që nuk e prodhon inteligjenca artificiale, nuk e kopjon nga askush. Pa atë që e përjeton në jetën e përditshme, mundohesh ta përcjellësh edhe me rreshta. Pikërisht ajo është ajo kënaqësia që asnjëherë nuk i kemi thënë vetes se nuk duhet të harron ato momente, se si. Mirë, po asnjëherë nuk kemi thënë, edhe nuk jam ai mësimdhës që them, nxënësit ose ta dini ne çfarë jo. Koha kalon, gjithçka rrjedh. Latinët kanë thënë panta rrej, gjithçka rrjedh. Rrjedh e ne duhet ato mos e harrojmë të kaluarën. Mirë, po të ballafaqojmë me sfidat e kohës. Pikërisht janë ato momente të cilat të ushqejnë, mbjellin një kënaqësi për ne, për ardhmërinë tonë, për ardhmërinë e gjeneratëve tjera që shife ne atë që kemi përjetuar e përcjellim të nxënësit, ato ta përcjellim të tjerët familjet, të nxënësit e vetë kështu me radhë. Është diçka e papërshkruar, do thotë, krejt kjo, nuk jam i vetmi që i kam kaluar gjatë jetës këto përjetimin. Mirë, po janë diçka që kanë mbjellë të ne një dashuri që ta përcjellim edhe të nxënësit tjerë, që jemi munduar pikërisht ato përvojat që i kemi mbajt, do thotë, i kam parë nga mësimdhënësit e mi, të cilët qasja ndaj punës, ndaj profesionit, fjalit që i përdorshin, dimën që na jepshin, atë ta përcjellje edhe unë të nxënësit e mi. Shpresoj edhe tjerë ka shembuj plot të tillë. Edhe sigurisht që ju e keni përcjellur, cili do të ishte një mesazh, le të themi, ose sa e shihni tek të rinjt, mësimdhënësit e rinj, dashurinë për arsimin, dhe cili do të ishte një mesazh që do t'ja jepni diçka, një këshill që gjithmonë duhet ta kenë me vete? Po, e vërtet, unë do ta ndërlidhi pakës me një 2 fjali gjësi që i shpërndajta në rrjetet sociale, ku thash se shkollat dhe spitalet nuk i bën ngjyra e mirë ose diçka e tillë ta bëjë se janë të mira edhe kualitative, po e bën diçka që është më ndryshe. Profesionalizmin punë, do thotë qasja ndaj punës e kështu me radhë, po të rrit mësimdhënësit të ta përcjellja diçka që është me vërtet shumë e rëndësishme. Nuk duhet të ndalemi vetëm në aspektin e asaj se të rrit kanë qasje pak më ndryshe, jo ne t'i akuzojmë asesi, po më tepër duhet të përkushtojnë nga ana profesionale. Shkatësitë profesionale, sidomos çështjet pedagogjike, digjitale, çështja puna me nxënësit, metodat, format, teknikat mësimore, e kështu me radhë, bashkëpunimi me nxënësit, sfidat në arsim, ajo që çfarë kërkon arsimi, të orientohen sidomos në periudhën kur janë në shkollë, në këtë aspekt. Bashkëpunim me nxënësit, bashkëpunim me kolegët e punës, bashkëpunim me prindët, do thotë, jo të merren me çështje të cilat shkolla nuk është hapësirë ku merret me çështje mode. Çështja nuk është hapësirë ku do merremi me çështje politike. Shkolla nuk është ambient ku merremi me kërcënime, me akuza e kështu me radhë. Shkolla është një ambient ku duhet të kyçem vetëm në çështje profesionale më tepër. Pikërisht ka mësimdhënës, po i ndjekim vazhdimisht që janë të mrekullueshëm mësimdhënës, të cilët janë
edhe në shumë aspekte që edhe ne po kemi zili, themi po t'i kishim edhe ne të qato shkatësi. Mirë po, a duhet që në kontinuitet një zhvillimi ti profesional duhet të rritë. Mendoj se do të ndjekin edhe hapat edhe tonë ka pak. Sigurisht, dhe ju jeni sigurisht edhe një shembull. Profesor, arritëm drejt fundit të emisionit, kështu që unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit, ishte shumë kënaqësi për mua t'ju kemi këtu. Falënderit shumë, është kënaqësi për mua. Gjithmonë kur vin Allsat të tregoj të drejtën e emisionit, më duket se koha shumë shpejt po kalon. Kalon me të vërtetë. Mirë po, është një shtëpi ku gjithmonë i kemi dyert e hapura edhe do kemi takimin. Kënaqësi sigurisht, gjithmonë kënaqësi për ne t'ju kemi këtu. Faleminderit.